përshëndes Shqipëri e lirë. Duke ju parë kaq të shumt dhe masiv, nuk mundëria pa ardhur këtu dhe pa folur me ju. Unë jam një shqiptare e cila jeton aktualisht dhe studion në Berlin të Gjermanisë dhe e ndjej si përgjegjësi. Ne jemi këtu për përgjegjësi. Ne jemi këtu për natyrën. Ne jemi këtu për drejtësinë. Ne jemi këtu për të ardhmen. Sepse ne nuk duam një Shqipëri e cila largon qytetarët e saj dhe zhduk natyrën. Ne duam një Shqipëri e cila ja vlen të jetohet. Ne duam një Shqipëri e cila ja vlen të kthehesh. Ne duam një Shqipëri e cila ja vlen të luftosh. Të dashur bashkëaktëtar, ne na është thënë, ju jeni kundër zhvillimit, por ne nuk jemi kundër zhvillimit. Askush këtu nuk është kundër zhvillimit, sepse zhvillimi i vërtet është të ndërtosh pa shkatruar, të fitosh pa humbur atë që të bën të veçantë. Dhe e veçanta jeni ju, janë njerëzit e Shqipërisë. Të dashur bashkëaktëtar, ne themi Rama jep dorëheqjen, por pa prit një herë. Fillimisht Rama dhe të gjithë të tjerë që vinë nga pas do të japi llogari një nga një për shqiptarët dhe për gjithë gjërat që kanë bërë këtu dhe 30 vite. Faleminderit. Nuk e keni idën sa shumë janë. Nga sheshi Skënderbej e deri te Lozhëri është plot. Vlezër dhe motra, mezi e kam prisë moment, kam ardhur nga Berlini, kam 20 vjet në Gjermani, më shumë. Edhe sot në avion një vajzë më tha mbrapa me ishte gjermane. Dua të të them kaq shumë se jeni një inspirim për gjithë botën në këtë moment. Kjo që po bëni juve po tregon se çfarë është vlera njerëzore. Çfarë është vlera njerëzore, çfarë është vlera shqiptare. Ti Shqipëri më jep nder, më jep emri shqiptar, zemrën time gatove, thot me dëshire me zjarr, Shqipëria më na ime, do se jam e mërguar, dashurin tënde kur zemra s'ka për të haruar. O njerëz të mi të dashur, nuk ka rrugë drejt lirisë, liri është rruga jonë, dhe ne kemi atë zjarr në zemër, që t'ja arrim kësaj lirie që na duhet, për fëmijët tanë, për këtë vend të mrekullueshëm, për të gjithë ato që kanë që duan të kthehen dhe të bëjnë këtë vend të lullëzojnë. Ju lutem, mos u dorëzoni, qëndroni neutral, qëndroni të fortë dhe kjo nuk është lojë vetëm për një. Kjo është që ne të kuptojmë, vetëm bashkë jemi të fortë dhe mund t'ja dalim. Vetëm bashkë, vetëm bashkë, vetëm bashkë, vetëm bashkë, vetëm bashkë. Faleminderit shumë, ju dua shumë, vërtet, qëndroni të fortë.
ama I kam vesha dhe sat, me ardhë në shpi për vjollin, me ardhë në shpi ku në thirin diaspore, sepse se cili prej jush na I ka nërshu të ardhmen, se cili prej jush ka me në pru në shpi, gjithë se cilin që dan me kenë këtu. Sa herë I kena mbyll bisedat me njëri tjetrin, tu thanë, hesi ky popull jena, hajtë se kena qeverin që meritojmë, apo tu kujtu kunicen, Shqipërinë e bame, tash të bajmë shqiptarë. E sakt, ta një këtu, e thoni, I ky popull jena, ta në bashkë, në shesh, I ky popull jena, se meritojmë një qeverin të mirë. Se shqiptari u ba bashk me kërku drejtësi, u ba bashk me kërku me jetu me dignitet, në shpit vet. Naj, Burg Berishan Burg, Raman Burg Berishan Burg, Raman Burg Berishan Burg, Raman Burg Berishan Burg. Unë du me fol, vetëm dishka për të ardhmen që na keni nërshu ju. Kush do që I vjen mas këtyne, se prej mëm, tate dy palë kanë maru. Ti majnë mëm mirë këta dit, ti majnë mëm mirë, se shqiptari e ka kuptu që Amerikan. Ti majnë mëm mirë, se nuk e fali ma as një me nga qeveri skeq e ma në përkam. Si u ba me sak, ba në ale mot. Nuk ka ma ligje strategjike. Kush të vinë mas këtyne, të ketë beshi strategjik, mirëqenjen e shqiptarve edhe drejtësi sociale që na ka mungu. Shqipëri e re, 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 Shqipëri e re. Në këtë shoqëri ka pas aktivist që kanë protestuar, kanë kundërshtuar prej vitesh, e sot atyre një erdi dita të flasin para gjithë jush. Përshëndetje populli më I bukur bot. Unë quhem Flem Urbanaj dhe kam lind ditën e flamurit 28 nëntor dhe jam me fat. Por me fat më duket që ëndra ime u plotësua që ta shoh të popull kaq bukur, të ngritur të kundër kësaj politike të vjetër që na ka marrë frymën. E Dirama është bullist paragjikues. Unë jam një person që jam përplasur me të në telefon si aktivist duke mbrojtur qytetin tim Durrësin, që është më I shkatruar në Shqipëri. Dhe ai më ka quajtur bastard I paaf në telefon. A ti themi sot me ati se je I paaf për qeverisur. I na flet për investime strategjike, por personat me aftësit kufizuara nuk kanë karroc për të ecur. Dërsa ti ecë me Forestrat Lincoln është tu, ja ma jepe dorëheqen, ja ma jepe dorëheqen. Jepe dorëheqen, për të mbyllur, forca. Dhe për të mbyllur, dua t'i them që ai që përdor fjalët, ju jeni down, tallet me njerëz me sindromën Down, ka përdor fjalën invalid, ka përdor fjalën sakat, por fjalën qorr e ka shprehje të përditshme. Qorr nuk janë njerëzit që nuk shikojnë,
i verbër i ti që nuk shikon njerëzit, po vetëm para dhe korupcionin. Jetë Hoxhën! Ju lutem vetëm kujdes flagatanët, ju lutem se ka fëmijë, kujdes flagatanët. Do këndojmë, do festojmë gjithë, dhe Ramën do nësojmë, Rama jepe do leqe. Bia të arbrit, ju shqiptarë që i lënë nga të gjitha troje për të shliruar Shqipërinë nga tradhëtia. Edi Rama, o tradhëtar, kapi lidhi të tutë zagar, shtuku nga zyrat sa më parë, mos të viti të dreqën civarë, mos provokoni të rimi tonë, ju kriminella dhe barbonë. I blini syze, i blini gjithë shka që të shikoj, këtë lumë, këtë furtun mazire të shqiptarëve të ndershëm, që kanë ardhur në shesh nga rreth e rreth krojeve shqiptare. Atë dheu në rreth, Shqipëria është në rrezik nga tradhëtia e kryeministrit Edi Rama. Duhet të rrezojmë se është tradhtar, duhet ta zhdukim sa më parë. Çdo ditë është një vonim, çdo ditë që ai rrin atë karrike, është një rrezik për kombin tonë. Prandaj, të gjithë bijët e arbrit, ngado që janë të mlidhen, të japin një shkelmin e fundit në thyrës, të zhduket sa më parë. Është detyrë, mbi detyra, që Shqipërinë ta ruajmë si sytë e ballë, ta ruajmë dhe ta shpëtojmë nga tradhtia. Në fjallët e bukra të poshtërve që bashkëpunojnë për të hagur kombin tonë cep.